Kjo festë, vëllezër të ndershëm, thamë që nuk është festë botërore sikur e paraqesin në mediume, edhe sikur flasin, por kjo festë është direkt festë që ka të bëje me kufër, vëllezër të ndershëm. Edhe pse do thotë ato thënë jo festë botërore, jo kja ashtu, jo kështu, nuk I lejon besimtarit që të marrë pjesë apo të feston në festat e jo besimtarve, për shkak se ti je urdhëruar dinin e Allahut subhanahu wa taala që ti mos t'ju përngajsh atyne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Kush I përngan një popullit, ai është prej atyre. Rawahu Abu Daud. Do thot ti zguxon këtë hadith, do thot që ti zguxon me ju përngajt atyre, do thot jo besimtarve, në çështjet e tyre që janë të veçanta. Duhet ti patjetër që të dallohesh dhe mos t'ju përngajsh në besim, në çështjet e besimit dhe çështjet pamje të dukshme.